Hadithi dhe kuptimi i tij. Në një hadith që i atribuohet Imam Aliut, paqja qoftë mbi të, thuhet: nëse e sheh shtypsin duke vazhduar në padrejtësinë e tij, dije se fundi i tij është i pashmangshëm. Dhe nëse e sheh të shtypurin duke vazhduar rezistencën e tij, dije se fitoria e tij është e pashmangshme. Sa do me thënë se kjo thënie e Imam Aliut, e cila na mëson se fundi i zullumqarit është i pashmangshëm. Kjo do të thotë se padrejtësia, sado që të zgjas, përfundimisht ka një pasojë të sigurt. Dënimi do të vijë patjetër, qoftë në këtë botë me ndëshkim toksor, qoftë në botën tjetër me një llogari të ashpër. Këmbgulje në padrejtësi është shenjë e afërsisë së shkatërimit dhe dënimit të tij. Gjithashtu, thënia na mëson se fitoria e të shtypurit është e pashmangshme. Vazhdimësia e rezistencës dhe durimit të shtypurit është dëshmi se Allahu është me të dhe se fitoria do të vijë patjetër. Ajo mund të realizohet përmes një drejtësie të drejtë ose përmes shpërblimit nga Allahu.